Mos e tha po ki qef me punu, po ki traktorin dhërat, nga ora sa dush. Nuk koritet njeri, kur ti vjen nëj mika nëj shoka, me thonë valla s'po taj pull mja prej, ja, prej no. Edhe e prej së mirë. Pula prafërsisht momentalisht duhet me konë mbi 500, met nëj qit, edhe po kur gjonë. Bjeli grun, misër, kunguj, fasul, lakra, Do me thonë Shaqin. 10 hektar tokë i punon. Afër 30 hektar. A tokën me lon batal, vallaj. Shpejta jama nuk ka me kanë tokë jotja. Paktën mos më ish me punu, jepja diku se ka fermer që punoj. Tokë që ta bën bukën të kama, e me lan bukën mes me marr, do me thonë është gjuna. Agran, këto jem në tokën tonë. Po, Kjo është traktori jot apo? po dy i kam. Këta e kemi ble pak ma vonë, vaznia ma kanë ble. Mos e tha po ki qef me punu, që ku ki traktorin dhërat, nga ora sa dush, kështu që po punoj, po knas në vend të amin të këtam. Sa kam traktorin e vjetër, ma poshtë atje. Qështu? Me qa mirë është saksisht me bujqësi? Bjeli grun, misër, kunguj, fasul, lakra, Do me thonë Shaqin. 10 hektar tokë i punon. afër 30 hektar. 30 hektar, 30 vetë. hektar. Vetun me familje natyrisht, me babën, me fëmijë, me shoqën, me Po, po kryesisht në ora kështu me livru e me këto gjona, ma shumë unë edhe baba natyrisht ndihmon shumë. Bashkarisht punojmë toka tona, kështu kem kulturat ndryshme. Apo ja vlen mu mirë me bujqësi. Ja vlen. Që te ke funit nuk rrim kot, Po. bojmë diçka. Edhe shpeni janë malë që hajnë për punës një punëtori. Feks, po. Pra është një punë fisnike që të nëzit me bo. Pastaj janë rezervat e familjes, është ushqimi të rojzës tonë. Që i kemi gjitha bio, gjitha tonat, gjitha të mundit e të njerësës tonë. Do më thonë është një frekvensie kur e din çka po hanë në të rojzën tonë të familjes, e din me çka për rritë fëmin, me çfarë ushqimesh, me çfarë gjanash. Edhe ka dhe interesin tjetër, pastaj janë subvencionet e shtetit që na përkrajnë. E ka një llogari, nuk është kur gjo pa llogari. Do me thonë, aja rekomandon dikujt që ka tokë batall edhe se punon, aja rekomandon me punu. Pa tjetër që po, është gjuna për vetë tokën që shkil me kam, me lanë toka djerrina pa punë. është gjuna, atë paktën mos më ish me punu, jepja dikujna. Se ka fermer që punojnë, a tokën me lanë batal, vallaj, shpejta jama nuk ka me kanë tokë jotja. Se jetu ja kthy shpinën vetë, e ke lanë djerrin, e ke mush therra, është marrë, është turp, është gjuna. Një tokë që ta bën bukën të kama, e me lanë bukën mes me marrë, do më thonë, do ndë punë, do ndë mund, do ndë sakrifice, besa po duhen në investime, gjithë shka, po, ja vlen, se është më spari, po mënej që është të shnosh aspektin njerëzor, pastaj interesat që vinë, do më thonë që gjithë shka mund është me profitu. Një gjysë me këteri tokë me punu, me mbjell, me perime, një llogaritë mirë, një pagë dikun që punon në nxerr. Pula prafërsisht momentalisht duhet me konë mbi 500, edhe ka gusa, shota, qura, mjellma, fazona, prafërsisht hipim mbi 800 copa gjithsej. Na jena rrit me shpez, gjithmonë kena majt shpez, kena majt shtanz, kemi pas, jem rrit me lop, nuk koritet njeri, kur ti vjen nëj mika nëj shoka, me thonë valla s'po taj pull mja prej, ja, prej no. Edhe e prej së mirë. Vitin e kalum, na kanë ndihmuar dhe Ministria e Bujqësisë kemi ndërtu këtë shtallë për rritjet shpezëve të shatit. Qa mbon tjetër, ki edhe lop, sa kre lop i ki? Janë 6 copa lop, qumshtore, edhe kam pula, qura, gusa, shota, mjellma, fazana. E produktet e lopëve do me thonë i shitni, apo? Po, qumshtin e dërzojmë, vinë që tu të shtëpia marrin, çmimi është i mirë, është solid. Sa po shka 1 litër për shembull? Kujtoj ofër 20 cent, domethënë 40 cent litra e qumshtit. Djath kur bojmë porosi, po çashtu na marrin edhe këta ta qumsht grumbullusit. Po. Domethënë, është çaja formë. E këtu e kam shtallën e shpezëve. Okej. Po jemi që tu mos jemi ma ofër.
Në këtë bollë, në këtë fazë. Që do me thonë, sa pula I ki? Pula prafërsisht momentalisht duhet me konë mbi 500. Okej. Edhe ka gusa, shota, qura, mjelma, fazona. Me shpes tjera prafërsisht hipim mbi 800 copa gjithsej. Shpes. Janë shumica janë shpes të reja, si vjeçme. Halo nuk kanë fillu kohën e vezave. Me që thot, vez pak shesëm na ma tepër I përdori si pula për mish. Edhe këtu gusat gjithashtu për mish. Unë e di që ki shumë dashni për gjithë shka të natyrës edhe gjdo kohë. Ka t'ka lind kjo dashni për to? Pa na rrit me shpez, gjithmonë kena majt shpez, kena majt shtanz, kemi pas, jem rrit me lop, jem rrit me pula, dhe me thonë, për atë arsye edhe I du edhe ju kujdesnë edhe më ban atraktiv, më ban rekreacion, më pëlqen më marrë me to. Mirë, edhe lëvërdi ka, gjitha janë dhe me thonë, pastaj është gjithmonë po nisna të trueza, I kemi të fresta gjëgjon, si vezen, si mishin, si aton, dhe me thonë, tane janë gjona që... Edhe e din qa hanë, e din qka hanë, pikrisht, edhe nuk të koritet njeri, kur ti vjen nëj mika nëj shoka, me thonë, vëlla s'pota I pulë mja prej, ja, prej no, edhe e prej su mirë, naturisht. Bravo, sa mirë. Edhe, a dojnë kujdes shumë punat edhe? Dojnë kujdes, është bon këgja vështirë me u kujdes për do, për shkak të smundjeve të ndryshme që po binë prej kamusit, pun pas edhe ko pasko edhe dame konsiderushme, para rreth 4 vite, 5 muna me thonë që mbrana një viti kum pas rreth 8.500 euro dame, po nuk jom dërzu, as njëherë se jom dërzu, jom kujdes, kum rrit numrin prap, vitin e kalum, nga kam dimu dhe Ministria Bujqësisë kemi ndërdu këtë shtallë për rritjet shpezve të shotit, edhe ta shkanë edhe ambient më të mirë, dhe kushte më të mirë, edhe ma letë më kujdes. Bravo që si një dërzu për kundër sfidave. Sfidat më të mloja të fermerëve në Kosovë janë mungesa e plasimit në treg. Qysh në aboni në pruni qmimin e grurit 17 cent kilo. Kur farloj qmimi është, ajo është qmim me humbje. Ma logari kemi, mi majtë që ato me lanë, me këshyra, me shqitë në diqysh në zezëna, me bu t'i shka, se sa mi shqitë në tërsi, ku njerës punojnë me 10 hektar grur, se pak para se me muhin, ku mbaja të nara tona, me miliona tona erdhen grur pe shteteve tjera, e kryesisht për Serbije, edhe ra qmimi unë për toke. Qështu është forma ma e lige mundshme për me shkel një bujk. Dohet njëri, se sfida gjithmonë kanë me qenë pjesë tjetër. Shumë e drejtë. Si s'pënalojnë. A do në me vodhe ju intervist. E mo? Nuk po lanon rahat, nuk po nalon. Mos nashta janë të friksu që I na orë në Po naturisht I kena bezdis në dhe këto po reagojnë tash, normalisht. Ja kena prish në atin pulave, gusave. Këto do me thonë janë vezë... Vezë të gusave. Gusësa. A është e shëndetshme kjo, për çfarë? Po është e shëndetshme, po zakonisht I përdorëm, do me thonë, veç për me rrit numrin e gusave. Do thotë zakonisht I qesëm... Nuk I shes një as diçka. Ja, nuk I shesëm, na rritëm numrin e gusave, qesëm një kupator, hapen zëgjtri, rritimi, qështu edhe pulave, edhe gusave, edhe qurave, do me thonë, gjithë shka, ma tepër qështu. Zakonisht në pranverë ka vezë pak ma shumë, se këtu veç hinë prodhim pulat, do me thonë vezë pula mundëm I me shqit ka pak, po ndërko veç të ja fillon inkubimi, hapim zëgjtri, asaj në fund vitit I shes numër të malë të pulave dhe e la veç një numër të konsiderueshëm për veti, sa menoj që muna me pas një prodhim një vezë më të mjaftueshme për me hapa pet zëgjtri një kubim. Qëtë formë na funksionujmë thuja vazhdimësi. Edhe pretendo normal me rritë edhe punën edhe... Ta na bonë, po pastaj, po normalisht, qështu funksionon. Agron, cilat janë sfidat që përbollet mas shumë të si fermer, si bërë? Po mënoj, të pulat apo... Në përgjithsi, jo në përgjithsi, cilat janë sfidat me cilat përbollen fermerët në Kosovë? Sfidat më të mëdha të fermerëve në Kosovë janë mungesa e plasimit në treg.
Do të thotë, na nuk kena institut, as institucione, që mirët me sigurimin e produkteve tona. Edhe në vitet e 60-a, 70-a, shteti, po mënojnë atë kohë, ku shokon Jugoslavia që u konë, ka pas një garanci për punën e bujqësore. Ke pas gjithmonë ku me shit produktin tanë. Sot është për gjunat zotit. E pse ka ndodhur kjo? Nuk e di, plani i shtetit është i gaboshëm. Do më thonë si vjetë që qysh në aboni në e pruni qmimin e grurit 17 cent kilo. Çfarë lloj çmimi është? Kur farlloj çmimi është? Ajo është çmim me humbje. Do të thotë, ma llogari kemi, mi majt çatu me lanë, me këshyra, me shit në diçysh në zezën, a me bu diçka, se sa mi shit në tërsi, ku njerëz punojnë me 10 traktar grur për me marrë një lëvërdi, zero lëvërdi, se pak para se me uhin ku mbaja të nara tona, me miliona tona erdhen grur pe shteteve tjera, e kryesisht për Serbie, edhe ra çmimi jonë për toke. Qështu është forma ma e ligë e mundshme për me shkel një bujk një atë se nu çmimin, mes me parë llogarimi majt, as me shit, e tani ku është lëvërdia. Do më thonë, kjo është një diçka si vjetë bile, na ka bodo me marramense. Unë sa kom pas 6 hektar grur, i kom marrë 22.000 kila grur, hajt shiti ka 17 cent, cila është lëvërdia sajna. Met nëj qitë, e po kur gjonë. 60 cent ke pas market kungull, me miliona kungull i kanë hi për Macedonie. Pse me ja leju? Unë po flasim ka të mëtu mushik, po sa fermeri jemi që kultivojmë kungull. Dhe më thonë, na u banë dame, gati si ka i herë qëllimshme. Në banë ashtu se na e vret vullnetin për punë. Ku është masane gjitha e punë, gjitha e mund. Nuk ka mundësi ti me mbjell me korë, me u kujdes për një hektar grur pa investu 700 euro për hektar. 304 euro i ki, do më thonë, subvencion për to. Edhe pelon, edhe 200-300 euro për dalë kanë subvencione që është një 4 cents për kil grunit. Nuk të bëhat 350 euro hektari. Nuk të bëhat. Sa do më shitani? 4.000 kila grun më shit, ti ki 170-340, do më thonë, nuk fiton absolut kashta. Kashta mundet me të mbet fitim për i qasajna. S'ka kur gjo, vërtet është të dëmshme. Edhe si i vetëmi se... Jo, unë jam një prej fermerëve më të vogël të kultivimit grurit, po është vërtet... Jo, grurin, po për sfidat shtë në përgjithësi. Për gjitha sfidat është. Se nuk pijipet hapësira shteteve të tjera, me depërtu po. Edhe masanina jo, po punani edhe kej qa i mund po ju dirbe. Ta jap një shambull, për shambull në Zvicër, në kohën e kultivimit të shalqinit, që e bojnë prodhust vendor, ndalohet tregi importit. Ndalohet. Pelon, në kohën verore, kur shalqini është në frutin mas shumë të që jep, çmimi i shalqinit kushton 50, 60, 70 cent për kil, 1 euro për kil, a në momentin që të përfundon prodhimi vendor, vinë për eksportit në pik dimnit e merë me 30 cent, e merë me të përgjysë çmimin. Po kjo është stimulim për bujkun, është strategji shtetërore. Shteti jonë do të me ko vigilent, me rujt që do, kur është koha me shit në grurin pëse me ardhë importi. Fix, po. Para asë një loj çmimi, se a i do të... Qashtu mbështet mu, po për marrë vishë shamull, se është po flasë për gjitha kulturat njëjtë. Dhe më thonë, kohën, kur është koha rushit, nuk u zonë me në arë rësh neve për isë jashtë. E neve na vjenë, për Macedonisë. Vjep e ka musit, e shkela të rahovecin që prodhon me mundë me sakrificë. Qka do me fitu pasaj e? Unë po flasë për qitë fenomen, që shteti duhet me konë vigilent dhe në kohën kur ne kemi kulturat ndryshme, caktume, efektive dhe jemi në treg, mos stopu ardhjet. Se qatu e kemë na interesin, qatu profitojmë diçka, qatu mbështet të fermeri. Jo në momentin, se shalqen natën e vitit 3 unë shes, normalisht që do të me prope importi. Se nësë kemi sejra për kultivimin e shalqinit. Po kur është koha e shalqinit nuk ka nevoj me mardhë vë Macedonie. Pelo vitin e kalum kom pas shumë kunguj. Sa pronën
60 cent ke pas market kungull. Me miliona kungu i kanë hi për Macedonie. Pse me ja leju? Unë po flasë që më ka dëmtu mushik, po sa fermeri jemi që kultivojmë kungullin. Dhe më thonë, në banë dame, gati si ka herë qëllimshme. Në banë ashtu se në e vret vullnetin për punë. Shumë e drejt. Okej, po dalim pra pak jashtë. Po, dalim. Met, nej, qit! Po kur gjonë.